8 lojtarë që mëshirojnë epokën e artë të PSG-s që nga ardhja Luis Campos, dhe po, vlerat e tregut nuk gënjejnë. Shpesh dëgjojmë, duhen shumë para për të fituar në futboll, por PSG e provoi se pastoria nuk është gjithmonë garanci suksesi. Ibrahimovic, Neymar, Messi, Mbappe dhe prap Champions League nuk erdhi. Kthesa ndodhi kur klubi ndryshoi strategji dhe u ndërtua një ekip ku çdo lojtar i shërben kolektivit. Me Luis Campos dhe Luis Enrique, PSG bëri një sezon historik 2024-2025 duke fituar gjithçka. Dhe kjo po edhe në merkato, disa lojtarë shpërthyen në vlerë. Barcola sot vlen 70 milion euro. Pacho po ashtu. Nuno Mendes 75 milion euro, Desiré Doué 90 milion euro, Kvaratskhelia 90 milion euro, Dembele fituesi topit të art 100 milion euro, Joao Neves 110 milion euro dhe Vitinha 100 milion euro. Pra mesazhi është i thjeshtë, PSG nuk u bë e madhe vetëm me superyje, u bë e madhe kur ndërtoi një skuadër të balancuar, punëtore dhe të bashkuar.